4 ditë pas atentatit tipik mafioz në rreth-rrotullimin e Rinasit, ndërron jetë në spital dhe Muxhi Shaljani, i cili drejtonte makinën që lëvizte Gilmando Dani, që mbeti i vrarë në vend nga breshëria plumbave të armëve të zjarrit. 40 vjeçari mori 10 plumba, një prej të cilave në kokë, plagë të cilat i shkaktuan vdekjen këtë të shtunë, pavarësisht përpjekjeve të bluzave të bardha të spitalit të traumës, ku ai ndodhej prej së martës së shkuar. Ndonse mbeti viktime e atentatit, Muxhi Shaljani nuk ishte objektiv i vrasësve. Hetuesit dyshojnë se shënjestër ishte miku i tij Gilmando Dani, me të cilin 40 vjeçari Shaljani u qellua sapo lan ambientet e aeroportit të Rinasit pas një vizite disa ditore në Barcelonë. Arsyet e këtij udhtimi drejt shtetit spanjoll po verifikohen nga policia dhe prokuroria e Tiranës, e cila deri në këtë fazë është e bindur se vrasja ka si prapavi përplasjet mes grupeve kriminale ku bënte pjesë objektivi i atentatit 47 vjeçari Dani. Hetime po kryen edhe me palën greke, nga ku rezultoi se ishte vjedhur makina tip Toyota e 4 autorëve, së bashku me targat, të cilat u dogjën në fshatin Halil pas ngjarjes. Rreth 5 kilometra nga ky vend, policia gjeti dhe sekuestroi një arsen alarmësh në banesën e Ylli Zallës nga Fushkruja. Ky i fundit u shpall në kërkim, teksa hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që ai të jeti përfshirë në vrasje. Dyshim ky për cilin po kryen verifikime.